Policia e Imarës ka ndërhyrë me sukses për të parandaluar një ngjarje të rëndë familjare ku një 35 vjeçar kishte mbajtur peng prindrit e tij në banesë nën kërcënimin e një mjeti prerës. Ngjarja ka ndodhur në Imar ku shtetasi me iniciale SD, në gjendje të rënduar psikologjike, kishte izoluar në një dhomë prindrit e tij, përkatësisht 60 dhe 65 vjeç, duke i kërcënuar me thikë se do t'i vriste. Me njërë pas marrjes së njoftimit në vend ngjarje kanë mbritur forcat e policisë, të cilat kanë nisur negociatat me 35 vjeçarin. Pas më shumë se një ore negociatash intensive, një efektiv i policisë, banor i zonës, ka arritur të komunikojë drejt për drejt me autorin, duke ndikuar në uljen e tensionit. Në momentin e ndërhyrjes, 35 vjeçari ka tentuar të dëmtojë veten me mjetin prerës, duke shkaktuar plagë në zonën e barkut. Punojësit e policisë kanë ndërhyrë me njëherë duke neutralizuar dhe duke i hequr mjetin prerës, çka bëri të mundur shpëtimin e dy prindërve pa lëndime. Më pas 35 vjeçari shoqëruar fillimisht në komisariatin e policisë së Imarës dhe mëtej në Vlorë, ku ka marrë ndihmën mjekësore në spitalin rajonal, si dhe është referuar për trajtim në shërbimet psikiatrike. Ndërkohë prindrit e tij janë marrë në pyetje nga autoritetet për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes. Policia njofton se fal ndërhyrjes profesionale dhe negociatave të kujdesshme, u bë e mundur shmange një tragjedie të mundshme. 35 vjeçari po mbahet aktualisht në spitalin psikiatrik të Vlorës, ndërsa gjatë kësaj të premteje, ai është shfaqur më i kthjellët, teksa pritet të marrë mjekimin e specializuar edhe nga toksikologët, pasi dyshohet se është përdorues i lëndëve narkotike. Ai ka deklaruar përpara policisë se veprimet i ndërmori pasi dyshonte se prindrit e tij synonin t'i merrnin pronat.